me status, analizë ka po. Janë 3 faqe bile, atë krahasuese mes me Gjermani i ki krahasu sigurt. Italinë, Bullgari, Maqedoninë, Bosnjën, Bullgarinë e tjerë. Ditës Kristu. Urdhro? Në ditës. Sot. I ka analizu 5 kushtetuta. Po jo, çështja e kustetutave, sepse si veprojnë në raport me diplomacinë, ato nuk ka në i farë kërkimi shumë të theksuar. Në asnjë prej gjykatave kushtetuese nuk në rastis që të shkojnë të vizitojnë ambasadorët, është fjala për gjykatat kushtetuese të demokracive të etabluar. As në Gjermani, as në Itali. Nuk shkova më tutje. Kush po do më shkatërru gjykatën kushtetuese? Nuk është çështje e shkatërimit, por Kosova, Maqedonia dhe Bosnja shquhen për ndërhyrjet e diplomacisë, jo të drejt për drejt, miremi vesh, por në mënyrë indirekte përmes takimeve me politikanë, përmes takimeve me gjykatës e tjera e tjera. A thu pse? Dhe kjo në Kosovë ka ndodhur në vitin 2010, 2011, 2014 dhe 2020. 2010-2011 ka qenë paksa më skandaloze, sepse prodhoi një presidente të Republikës nga Zarfi. Prodhoi pastaj viti 2020. Vlora ta dje që s'është prodhim nga Zarfi. Shiko, ajo mund çka do të thot, po ajo është sekret publik, është diçka që dihet. Demokratike në vitin 2020 urrëzua një qeveri demokratike e dal nga zgjedhjet dhe pati reagime madje edhe të instancave evropiane, ku duam ne të integrohemi, edhe një komisioni Parlamentit Evropian, që kishim rrëzim një qeverie demokratike. Pra nuk ishin zëra individësh, por zëra ekipesh institucionale që kishin raportuar dhe kishin analizuar mirë. Është interesant se tashmë kishim një tërheqje, këto 4 vjet e fundit të diplomatëve që të ruajnë veprimin e vetë konform marrëveshjes së Vjenës. Mos të ngatrohen në aktivitete politike të brendshme. Dhe përgjithsisht a muj me jap një informat. Ka qenë a muj me jap një informat. Urdhro? A muj me jap një informat. Ambasada amerikane. Po. As nuk opërzi, as kur në takimet zakonisht që zhvillohen president Stajten. Edhe para procesit, as që e ka vetë që shpi u shkojnë punë për këtë punë. As një pik interesimi nuk e kam pas. Do më thonë nuk e ka një listë të gjërave në cilat që jenë të dashtë me u përzi. Shumë mirë. Kena me bo kajlë, mi thonë pash zote për përzini. Po ajo listë është hartu në vitin 1961, është marrëveshje Vjenës, është krejtësisht normale. Po në do thirët Rusia o të edhe Kina. Jo, Rusia dhe Kina. Edhe Austria ku gjetu ti, madje fuqishëm. Nuk guxon një ambasador në Vjenë me shku në zyrat e gjykatës kushtetuese atje. Nuk e vërtet. Mos ndërhyrja në punë të brendshme është retorikë e shteteve diktatoriale në vazhdimsi, ka qenë në Serbisë, e Jugosllavisë, e Kinës, e Rusisë, çdo shtete thotë mos më përzin punë të brendshme, megjithëse kanë ndërshkruar marrëveshje. Ti je Republikë Sovrane apo vasale? Po Republika Sovrane është pjesë e një sistemi. Edhe kur të kanë njohur ty një shtet, kanë njohur me respektu do drejta. Ajo drejti bjen që kryeministri i Kosovës. Ne duhet tash ambasadorin ta bëjmë zëvendës të presidentes, a? Me anatemu edhe me sulmu në mënyrë më të vrasht një gjykatë. Jo. Edhe tash shtetet demokratike duhen m'ia dhoni për krahje gjykatës mi thonë më sutut. Se nuk i nevojë mutut prej sulmeve të tilla. Po zgudzon një vend normal dhe protash. Po zgudzon mas pari mutut dikush. Po jo, gudzon mutut në një vend normal. Por na? Jo, po thëm Ramazan që zgudzon dikush mutut. Sakt. Kur të vjen radhat kallëzoj pse ka ndodhur këtë kjo. Veç ti e morë radhën. E morë. Kush dal. Jo veç. Kush jam shqetësim? Pesha si shqetësim ndërhyrje ndërkombëtare, po unë them është edhe e nevojshme. Sepse